Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike këtë të mërkur, kryetari Sali Berisha ka akuzuar qeverinë për rritje të përmasave të aferave korruptive, duke vënë në shënjestër edhe projektin e aeroportit të Vlorës. Berisha ka krahasuar këtë projekt me çështjen e inceneratorit të Tiranës, duke pretenduar se kontrata është firmosur përpara se të ekzistonte kompania përfituese. Është firmosur kontrata në prill në një kohë kur sipërmarrja është krijuar në maj. Dhe kjo me direktivë dhe firmë Tedi Ramës dhe Lubi Ballukut. E kuptoni? Pra, është firmosur kontrata me kompanitë e ndërtimit të projektimit tjerë me radhë në prill, ndërkohë që kompania fituese e Gars është themeluar në maj, është regjistruar dhe themeluar në maj. Berisha deklaroi gjithashtu se Damian Gjiknuri dhe Arben Ametaj nuk kanë qenë dakord me kushtet e projektit, duke propozuar alternativa më të kufizuara financiare dhe ndërtimore. Damian Gjiknuri dhe Arben Ametaj kanë thënë jo. Aeroporti ndërtohet me 30 milion, edhe të shtohet me shtimin e punës, të shtohet kapaciteti. Kreu i Partisë Demokratike gjithashtu deklaroi se opozita do të nisë menjëherë përgatitjet për protestën e radhës dhe se data e protestës do të shpallet shumë shpejt.